me I mollin e mbretërinë e qiellit. Në atë moment nxënësit ju ofruan Jezusit dhe pyetën: kush pra është me I moll në mbretërinë e qiellit? Atëherë Jezusi thirrri një fëmijë e vuri para tyre u tha: për një mend po ju them, nëse nuk ktheheni e nuk beheni si fëmijët, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Prandaj kush e përul vetveten e bëhet I vogël si ky fëmijë, ai është me I moll në mbretërinë e qiellit. Dhe kushdo e pranon në emër tim një fëmijë sikurse është ky, ai më pranon mua. Gënjeshtrimi në mëkat. Prandaj kushdo që e mëson ndonjërin prej këtyre të vegjëlve të besojë në mua, që bëjnë mëkat, do të ishte më mirë të varet me përçaf gori I mullirit që e sjell gomari e të hillej në fund të detit. Çmirim për botën që ka shkanduj, vërtet do të ketë patjetër shkanduj, por I mirë ai njeri që nuk shkandallon, që jep shkandull. Nëse dora jote ose këmbra jote të çon në mëkat, preje hille prej vetes. Është më mirë për ty të hysh në jetë pa dorë e pa këmbë se me të dy duart e me dy këmbët të plandosësh në zjarr të pasosur. E nëse syri yt të çon në mëkat, nxjerr një flak larg tejet. Është më mirë për ty të hysh në jetë vetëm me një sy se me të dy syt e të hillesh në xhehenem e zjarrit. Shëmbëltyra e delës së humbur. Rojë nëse përbuzni ndonjë prej kësij të vegjëlish, sepse po ju them, engjëjt e tyre në qiell shikonin vazhdimisht fytyrën e Atit tim qiellor. Shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim qiellor. Që ju thonë menja, po I pati dokush 100 dele dhe po I tret njëra prej tyre, e ai nuk I letën 99 të 109 në mal e nuk shkon për të kërkuar atë që I treti, dhe po ai doli nga gjej, për të vërtet po ju them, për ata gëzohet më tepër se për 99 të tjera që nuk I humbën. Kështu as Ati juaj që është në qiell nuk do të tret asnjë ndër këta të vegjëlit. Qortimi I vllazëror. Në qoftë se vllau yt mëkatnon kundër teje, qortoj vetëm për veten. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vllain tënd, po që se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë që çdo gjë të mbështeten në pohimin e 2 ose të 3 dëshmitarëve. Në qoftë se as ata nuk I dëgjon, tregoj kishës, ndërse nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagërmbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë e lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë e zgjedhur edhe në qiell. Prap po ju them, nëse 2 vet prej jush këtu mbi tokë të një mendimi luten, për çfarë do sendi, Ati im që është në qiell do t'ju jap, sepse ku janë 2 ose 3 të bashkuar në emër tim, aty jam edhe unë midis tyre. Shëmbëltyra mbi shërbëtorin e pamëshirës. Atëherë Pietri ju afrua pyeti: Zotri, nëse vllau im gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë. Jezusi I përgjigji: nuk po të them deri në 7 herë, por
deri në 70 herë 7 herë. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan mbretit që vendosi të rregulloj llogarinë me shërbëtorët e vet. Kur filloi të bëj llogari Jason, njeriu që i kishte detyrim 10.000 talenta, e pasi nuk kishte ti kthente zotëria e tij la urdhën të shitej ai, gruaja e tij, fëmijët e tij dhe krejt pasuria e tij e të kthej detyrimi. Atëherë shërbëtori i ra ndër këmbë dhe ju lut, ki durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha. Edhe zotëria pati mëshirë ndaj atij shërbëtorit e liroi dhe ai fali detyrimin, por se kur shërbëtorët duhet dalë prej andej e u takua me një shok të tij, gjithashtu shërbëtor që kishte detyrim 100 dinar dhe si e zuri janë ngjiti në fyt duke i thënë, ma kthe detyrimin. Atëherë i ra ndër këmbë shoku i tij dhe i u lut, ki durim me mua dhe do t'i kthej, por ai nuk deshti të shkoj e shtiu në burg deri në të kthente detyrimin. Kur shërbëtorët e tjerë, shokët e tij, panë se ç'ndodhi, u pikëlluan për së tepërmi, shkuan dhe e njoftuan zotërinë për krejt çka ngjau. Atëherë zotëria e tij e thirrri dhe i tha shërbëtori keq, unë ta fala tërë borxhin sepse mu lute, a nuk e desht që edhe ti të kesh mëshirë ndaj shokut tënd, sikurse edhe unë pata mëshirë ndaj tij. Atëherë zotëria e tij i hidhëruar ua dorëzoi torturave derisa të kthej tërë detyrimin. Kështu do të bëj me ju edhe ati im. Qelloj nëse se falni me gjithë zemër secilin vllain tuaj.